Një agron, mua ka nisur më pyesin gjithë se si a ka dalë agroni, si është bërë i pasur, si mund bësh i pasur me call center, a mund na shpjegosh gjithëve që ta marrim vesh njëre mirë. Po, Bela, më ndiq. Imagjino, Vodafone, flasim për Vodafone italian këtu, Vodafone Ita, ka 1000 klient. Për ta 1000 klient, Vodafone ka një operator të cilin e paguan që t'i përgjigjen në telefon këtyre 1000 klientëve ose që të gjejë dhe klientë të tjerë. Dhe kjo i kushton e zëm Vodafonit 2000 euro në muaj. Një ditë të bukur Vodafoni thot, s'dua që ta kem këtu ta punësoj këtë operatorin, por vetë dikush tjetër, një kompani tjetër që merret vetëm me këtë punë dhe i thot, ma punësoj një operator dhe për këtë operator, Vodafoni